Gjykata e Tiranës ka vendosur të shpallë në Arati shtetasin palestinez Fadi Alan, i cili akuzohet për vrasjen e vajzës së tij 22 vjeçare në një apartament në Tiranë, një ngjarje e rëndë e ndodhur në shkurt të vitit 2025. Vendimi i gjykatës erdhi pasi Libani ka refuzuar zyrtarisht kërkesën e autoriteteve shqiptare për ekstradimin e 49 vjeçarit. Përmes një komunikimi zyrtar, Ministria e Jashtme ka bërë të ditur se autoritetet libaneze nuk kanë planuar dorëzimin e të dyshuarit të drejtë Shqipërisë, duke pamundsuar kështu ekzekutimin në masë të sigurisë arrest me burg. Në këto kushte, gjykata ka vendosur ta konsiderojë Alana Arati, pasi vendimi për arrest nuk mund të zbatohet. Megjithatë, hetimet ndaj tij nuk janë ndërprerë dhe do të vijojnë në mungesë në përputhje me legjislacionin shqiptar. Ngjarja për cilën ai akuzohet ronditi opinionin publik. 22 vjeçaria Rajan Alaj u gjet pa jetë në një apartament me qerati të ore në Tiranë. Sipas verifikimeve, ajo kishte hyrë në Shqipëri me 19 shkurt 2025 përmes aeroportit të Rinasit së bashku me Tahatin. Nga të dhënat rezulton se Fadil Alan është larguar nga territori shqiptar vetëm pak ditë më pas, me 22 shkurt 2025, duke shmangur përballjen me drejtsinë shqiptare. Ai u arrestua më vonë në Liban në prill të vitit kaluar, por refuzimi i ekstradimit ka bllokuar kthimin e tij në Shqipëri. Ndërkohë, autoritetet shqiptare kanë bërë të ditur se do të vijojnë procedurat ligjore dhe hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për të çuar përpara përgjegjësisë penale të dyshuarit, pavarësisht mungesës së tij fizike në territorin shqiptar.